A ki pyet ndonjëherë vetveten realisht a më mungon gjë? A kam diçka që më mungon? Sepse shpesh herë rrehna, edhe jam ushi mendën vetit se kena një shkollë, kena punë, kena një person, kena disa gjëra që kena vu për terezi, për vijë dhe jena rahat. Por nuk mjafton vetëm kjo gjë. Nuk mjafton. Edhe në Ungjillin e sotëm, Krishti takon një djalosh i cili ishte i përsosur, i përpikt, me fe, me tona elementet. Një djalë i edukum, që kishte marrë urdhënimet, rregullat dhe gjithçka tjetër. Por kishte çdo gjë dhe nuk kishte Zotin në jetën e tij. E prandaj ishte bosh. Prandaj edhe pyet, prandaj e kërkon për Krishtin. Na mund t'i kena tona gjanat në jetë. Po në kjo se gjanat tona nuk kanë Zot për mrena. Kanë me në lënë bosh gjithmonë e ma tepër. Na mund kena rahati, e mund kena çdo gjë tjetër. Po në kjo se na mungon lumtunia, e cila vjen prej Zotit, atëherë ç'a kena realisht? Let lypim për çdo ditë një këtë gjë. Let lypim me vu Zotin qendër të jetës tonë, atëherë gjithçka rregullohet. Mund kesh marrëdhënie të bukur, të lumtun e tjerë, por në kjo se nuk ka Zoti përmbrenda nuk zgjat. Mund kesh familje të bukur edhe tona, por në kjo se nuk ka Zoti përmbrenda shkatrohet. Mund kesh një thirrje, mund kesh një mision diçka, por në kjo se nuk ka Zot përmbrenda, mbaron. Qëllimi është me vu Zotin. Qendër, aty do të me kenë aj shkaku i tona gjanave, arsyeja tona gjanave, do të me kenë aj qendra jetës tone. Kur t'jetë aj qendra jetës tone, gjithçka ka kuptim. Nuk të mungon asgjë. Ke Zotin dhe ai mjafton.